Në një intervistë televizive, Greta Kazazi, ish banore e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, ka ndarë detaje nga jeta e saj personale duke folur për njohjen me partnerin dhe raportin me familjen e Selin. Ajo tregoi se partneri i saj Gimbo është takuar me familjen e Selinës, përfshirë edhe vllain e saj Onon, i cili është njëkohësisht edhe i dashuri i Gertës. Gimbo është takuar me familjen e Selinës dhe me Onon, folën për situatat, tani mbetet dalja e Selin. Gimbo është shumë i dashur, e veçoi shumë dhe realisht është djalë flori. Në shtëpi, mirë Selin, por më mbante afër dhe mua, tha Gerta. Duke u ndalur te historia e saj dashurisë, ajo rrëfeu se njohja me partnerin ka ndodhur në një ambient pune, ku ajo ishte e ftuar dhe ai punonte si DJ. Pas takimit të parë, ai e ka kontaktuar pa qenë në dijeni të lidhjes së saj me Selin. Unë dhe i dashuri im jemi njohur në një ambient pune, ku isha e ftuar dhe ai ishte DJ. Është informuar se kush jam unë, më vëzhgonte. Pas 2 javësh më kontaktoi vetë, më ka shkruar, ai nuk e ka ditur që unë dhe Selin njiheshim. Kisha filluar punë si Velin dhe Selin punonte aty, jemi njohur në punë dhe dilnim. Unë nuk e dija që ishin motra vëlla, pasi nuk e dija emrin e Onos. Një ditë, Ona më thotë që edhe motra e tij punon në të njëjtin televizion. Greta theksoi se marrëdhënia e tyre është ndërtuar natyrshëm duke u shoqëruar me njohje të ndërsjellta familjare dhe një raport të afërt me Selin. Sipas saj, historia e tyre është një shembull i një lidhje të krijuar mbi respektin dhe komunikimin që ka lindur nga rrethana të papritura. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.